Të rrugën si që shikoni vetë, s'kemi pse ta bëjmë me koment. Rruga ishte të merë fare. Ata kanë ardhur vetëm e marrë shparë. Kush e di se sa herë kanë Marrë shparë, marrë dytë, marrë shparë, marrë dytë. Po të kesh ujë pa. Edhe vinë vetëm në kone Po të kesh fushatave. ujë, jo, në ato pamje që parë zotrina, që ishte... Edhe vinë vetëm për kone fushatës. Këta ja. Edhe ku vjen puna nuk bëjnë asnjë. Gjuna gjithë kjo zonë tu të rri për pikuj, kur pompat janë të montura në vend. Uji vjosa ka plot. Për një sifon për të hedhur ata atje, rri gjithë kjo zonë pa pikë në ujtë. Edhe vuan populli këtu ja. Pse se ujtë ish kryesori. Ore të smuret një njeri ku do vesh. Ujtë ish kryesori. A kemi një qendër shëndetësore? Gjithë kjo lagje këtu na, se ti e ke ndjekur. Ti atje doli direkt në autostradë, shkojnë atë. Gjithë kjo lagje këtu ja, na. Ore të gremi iti sot Na shpite fundit. Po vete 2025-a. Dalën që Me iti në krah, po Petrit. se shkon mjeti, turbe. Po të kishe dalë atje të kishe parë. Vetëm 2 niprit e mi janë në shkollë edhe ai burra atje thotë që të gjojmë 40 e kalamaj. 2 niprit e mi. Ka shkolla akoma? Shkolla është, po janë 5 nxënës ka shkolla. Të tërë. Me 5 nxënës ka mbetë 5 shkolla? nxënës ka ngel shkolla. Edhe 2 niprit e mi janë fund fshatit. Ai që është mësuesi hero se këtu po ti je dhe ai Me 600 nxënës është. edhe 2 fëmijët e mi kalojnë, niprit e mi që kalojnë, thot Manushi që shqyqy që të gjojmë 20 kalamaku, se s'ka me njëri këtu, kanë ikur të tërë njerëzit, se s'kan ku shqen. Këtu janë. tani kur thua ti s'kam kushje që e ke tokën bukvale si thonë ande nga Shqipëria mesme. Ku kam ujë, nuk po s'pata ujë s'marr do të prodhim. Ujë është kryesori. E di që do punoj, po do marr pak. Po mos marr fare aty. Ç'a do marr? Kur ka ndodhur ky problem? Kur filluat ju të shihni regres? Ky problemi kur ikur u autostrada. Jo. Kur u prish sistemi. Ju prish sistemi, ja sot. Ne po vuajmë në pikën e ujit. Pra, flasim për 91-shin. Po. Ajo ishte prishje e madhe, shkatrimi i madh. Edhe Kalali vinte e mbrapa. vindem Turpi bot. Pompat janë rënda atje. Për një sifon, të rrimë që zonë pa pikën e ujit.